Një kapitull i ri në hetimet e SPAK-ut për korrupsion që përfshin ish-çiftin Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi po zbulohet me dokumente të reja dhe përdorimin e kartave bankare në mënyrë të dyshimt. Sipas burimeve nga prokuroria e posaçme, një kartë tjetër bankare e siguruar nga biznesmeni Adrian Shatku u përdor për blerje dhe shpenzime të ndryshme në favor të ish-bashkëshortëve. Ky episod i ri vjen pas zbulimit paraprak të një karte tjetër, American Express, që dyshohet të ketë pasur të njëjtin burim dhe përdorim. Në të njëjtën kohë, hetimet janë fokusuar dhe mbi akuzat për lobimet e ish-LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nga letër porosit janë evidentuar pagesa dhe kontrata të reja që mund të forcojnë rastin ndaj Metës. Këto prova janë konfirmuar dhe nga avokati i mbrojtës Kujtim Cakrani në seancën e fundit gjyqësore, ku diskutua kërkesa për lehtësimin e masës së sigurisë ndaj Metës. Zoti Meta nuk ka karta. Nuk ka përdorur asnjë kartë, po nuk ka përdorur tani. Shikoj, juve doni të hapni lajme. Kartën e ka përdorur ish bashkëshortja e zotit Meta. Nuk ka zoti Meta, nuk ka kartë, nuk ka ardhur asnjë numër llogarie në emër të zotit Meta. Ne garanci pasurie nuk i vendosim dot gjykat se zoti Meta nuk ka pasuri. Ua kam thënë 100 herë dhe vazhdoj ta them. Janë zero pasuritë e presidentit Ilir Meta. Pasuritë në planetin Tok janë zero. Burimet pranë SPAK-ut pohojnë se akuza për lobimin nuk është hequr nga dosja dhe hetimet për këtë çështje vazhdojnë me intensitet. Më herët SPAK i ka komunikuar Ilir Metës zgjatjen e periudhës hetimore, ndërsa edhe Monika Kryemadhi dhe Meta kanë marrë njoftime për akuza që rëndojnë mbi ta brenda fateve ligjore. Ilir Meta akuzohet për korrupsion pasiv në funksion publik, falsifikim të vulave dhe formularëve, si dhe pastrim parash. Akuzat përfshin raste të njohura si afera Qes Diaz, lobimet e ish-LSI-s në SBA dhe operacionet plastike të ish-çiftit Meta Kryemadhi, duke i shtuar kompleksitet edhe rëndësi hetimit në vazhdim.